E mori këtë vendim para das 11 maj apo më vonë, thuti? E ka pas gatshëm, të përgatitur. Mos o burra, ka qenë i përgatitur, po. Ne ja pa datën, po t'ja kontrollosh datën, garantoj që është data 28 prill. Dhe pyetja e dytë, para disa javësh ju thatë nga kjo foltore që mes datës 10 dhe 15 qershor, Partia Demokratike do të ketë gati raportin përfundimtar për ato që ju e quani farsë zgjedhore. Cilat janë arsyet e vonesës këtij raporti? Sot është data 19. Vetë pak procesi është, por në tërësi është gati. Në tërësi është gati, do më thënë, po ndiqet kjo praktik. Ndiqet kjo praktik. Në qoftë se po e marr pak me arbitraritet shifrën, në qoftë se është i përfunduar në masën 95% e tij, 95% e tij është dërguar pranë institucioneve që vëzhguan zgjedhjet. Është dërguar. Pastaj kjo do kompletohet dhe dërgohet si libër, por kjo është arsyeja. Unë ju falenderoj dhe vazhdojmë nesër lajm edhe më të veçantë. Do ketë Partia Demokratike nuk lën akt dhe përpjekje pa bërë për të faktuar shqiptarëve se çfarë dhunimi të turpshëm bëri Edi Rama votës tyre. Se çfarë shkelmimi dhe poshtrimi bëri ai mbi votën e tyre. Dëgjoj unë. Jo treni bullgar kështu, treni bullgar kështu. Treni bullgar është mekanizëm universal. Dy janë mekanizmat me fletën e votimit kryesor. Treni bullgar dhe ai që përdor Putini, që shpërndan fletën e votimit para votimeve. Dhe ata vinë me fletë në xhep dhe votojnë pavarësisht ç'ndodh. Por këtu janë përdor, do shifi dokumentime. Pastaj mos harroni se nuk ka filluar akoma me fol laptopi. Ajo që është e drejtë e juaj, që të kërkoni fakte për të vërtetuar pretendimet. Kjo është shumë e drejtë. Por ne kemi fakte të pafundme.